Nisma e marrë nga një grupi politikanëve senior në LDK për shkarkimin e kryetarit të kësaj partie Lumir Abdigjiku, po përparon me sukses. Kështu të paktën pretendon një burim i afërt me grupin e rebelëve, i cili ka thënë për Kosova Press se nënshkrimet e nevojshme të delegatëve për ta thirrur kuvendin e jashtëzakonshëm të partisë, në cilën ky organ i lidhjes demokratike do të deklarohej për largimin ose jo të liderit aktual, janë siguruar. Sipas tij, tashmë janë mbledhur 1/3 e firmave pro kësaj nisme që sipas statutit të partisë mjaftojnë për ta thirrur kuvendin. Burimi në fjalë tha se tashmë po punohet në sigurimin e 50+1% të votave të delegatëve të kuvendit, sa janë të domosdoshme në kuvend për ta shkarkuar kryetarin. Ai ka thënë se pret që edhe këto nënshkrime të sigurohen e pastaj të caktohet data për kuvendin e jashtëzakonshëm. Kosova Press raportoi ekskluzivisht të dielën se kryetari i PS Gazmend Muhaxheri, që një herazi është edhe kryetari i degës së LDK-s së këtij qyteti, po udhëheq këtë proces duke vizituar njësitë e partisë edhe në komunat e tjera të vendit për të kërkuar nënshkrimet e delegatëve për kuvendin e votbesimit ndaj Abdigjikut. Kërkesa për largimin e tij vjen pas pakënaqësive brenda kësaj partie në lidhje me rezultatin e LDK-s në zgjedhjet e 7 qershorit. Dega e PS, ajo e Lipianit dhe një nga njësitë partijake të Prishtinës ishin të parat që fillimisht kërkuan dorëheqjen e Abdigjikut. Ky i fundit po a ditë la të kuptohet se nuk e lë pozitën në parti, duke u kërkuar dorëheqjen pikërisht atyre që i thanë të lëshoj udhë në leadership të LDK-s. Lidhja Demokratike, që u udhëheq nga zgjedhjet e 7 qershorit nga ish presidentja Vjosa Osmani, mori 16.69% të votave në nivel vendi. Me këtë rezultat siguroi 18 deputet në kuvendin e Kosovës. Sipas statutit të LDK-s, nënshkrimet e 1/3 së anëtarëve të kuvendit nuk e shkarkojnë automatikisht kryetarin, por vetëm hapin rrugën për ngritjen formale të çështjes së votbesimit. Në përbërjen statutare të kuvendit të LDK-s janë 355 delegatë të zgjedhur nga kuvendet e degëve, duke përfshirë edhe kryetarin aktual Lumir Abdigjiku. Ky i fundit i mbijetoi një procesi të votbesimit në kuvendin e janarit të këtij viti, që u thirr pas rezultatit jo të kënaqshëm në zgjedhjet e 28 dhjetorit 2025. Në këto votime, LDK-ja mori vetëm 13.24% të votave të kosovarëve.